Cizmet e vendosura në shishet e Prishtinës vetëm për funksionin që kanë nuk po përdoren. Cizmja tek shishin Nën Tereza është kthyer në dekor, derisa ajo në shishin Gjergj Bush ka filluar të shndrohet në kosh mbeturinash. Qytetarët të cilët i frekuentojnë shpesh shishet e Prishtinës po kërkojnë nga komuna që ato të rregullohen, meqense shpejti hyjmë edhe në stinet e nxehta. Uji është një prej elementeve kryesore për freskim. Po duhet patjetër mi rregullu se ta vrojnë synin. Komuna Bollmiri ka rregullu, po na jem pa kujdes. Mirë me kanë funksionale se çështmet janë bërë me jetës uji. Besoj që kanë me përgatitur dhe kanë me kanë funksionale. Po natyrisht se është shumë e qellume që këto të funksionalizohen, për arsye se Prishtina është kryeqytet, frekuentojnë numër i madh i popullatës prej komunave tjera. Mirë po të njëjtat s'dihet se kur do të rregullohen. Përkundër interesimit të televizionit ATV për të marrë një përgjigje nga komuna e Prishtinës se kur pritën të rregullohen këto qezme, të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje gjatë ditës. Përveç qezmeve jashtë funksionit është edhe fontana në shishin Zahir Pajaziti.